Dita e Verës në qytetin e Përmetit solli aktivitete të larmishme, duke tërhequr vizitor nga vende të ndryshme të Shqipërisë dhe më gjërë. Ky 14 mars shënoi jo vetëm një festë të rëndësishme popullore, por edhe hapjen e sezonit turistik 2025. E pranishme ishte edhe Ministrja e Mjedisit dhe Turizmit, Mirela Kumbaro. Në Përmet për të 10 vit radhas që unë vi, festoj bashkë me përmetarët ditën e Verës. Edhe më vjen shumë mirë që kjo traditë e hershme përmetare, që deri dje dinte vetëm Përmeti, kur them deri dje deri para 10 vjetësh, praktikisht sot është kthyer në një ndër stacionet kombëtare të shqiptarëve, të turistëve të huaj që vinë në Përmet për ditën e Verës. Është ndoshta nga vendet më të dashura midis Vjosës edhe Malit, ku mund të gjeni vërtet më të mirën e jugut, si për kulinari, edhe për njerëzit dhe për artizanat, prandaj nuk mund të mungoja në vitin 2025, ku praktikisht kam ndërtuar pak nga pak identitetin tim përmetar, të cilin e kam zgjedhur si një ndër gjërat e bukura që ofron qarku i Gjirokastës. Edhe kryetarja e Bashkisë Alma Hoxha uroi për më shumë shëndet dhe begati. Përmetarët gjithmonë festa e Verës i gjenë me degën e thanës, me barin e njomë, me verojkat në dorë, me gatimet e mrekullueshme përmetare, por ne prej disa vitesh këtë dashuri jemi munduar që ta sjellim këtu tek sheshi kryesor i qytetit, tu themi të gjithëve gëzuar ditën e Verës, festën e jetës, të dashurisë, e ku ka më mirë të festosh ditën e Verës me njëri tjetrin, duke u përqafuar, duke gëzuar. Sigurisht ne jemi angazhuar maksimalisht bashkë me bizneset vendse që këtë traditë familjare ta sjellim këtu në sheshin kryesor të qytetit. Gëzuar të gjithë përmetarëve ditën e Verës, më shumë dashuri, më shumë gëzime në familjet e tyre dhe vetëm bashkësi. Gëzuar. Aktivitetet e shumta përfshirë koncertet u shoqëruan me një panajir të produkteve tipike dhe artizanale të zonës, që pasqyronin mjeshtërinë dhe shijet lokale.